Ka marrë fund zyrtarisht telenovela e Rocco Vatës. Shumë ishte folur për këtë temë në kohët e fundit, teksa kishte hipoteza nga më të ndryshmet për fatin e tij. Në fillim u mendua se Rocco do të linte pezull ftesën e Irlandës dhe nuk do ta pranonte atë pasi kishte refuzuar ftesën e Shqipërisë U21 sepse sipas tij meritonte shumë më tepër se sa moshat e kuqezinjve. Por emri i Rocco Vatës u shpall në listën e Irlandës për ndeshjet e marsit. Trajneri i Irlandës është pyetur nga gazetarët nëse ndikoi ftesa e Shqipërisë dhe interesimi për të që ta merrnin në këtë moment, por sigurisht që trajneri i irlandezëve mohoi gjithçka duke thënë se nuk ishte kjo arsyeja por talenti i tij. Nuk ndikoi interesimi i Shqipërisë për të por potenciali i tij. Duam ta marrim dhe ta shohim një herë në stërvitje se çfarë është i aftë të bëjë. Te Watfordi ka treguar se mund të vendosi edhe një ndeshje i vetëm, tha trajneri i irlandezëve. Babai i Rocco Vatës, Rudi Vata, ka reaguar për albanian talent sa i përket kësaj situate. Rudi Vata shprehet se ftesa që i bëri Federata Shqiptare e Futbollit djalit të tij nuk ishte serioze, por ishte sa për të larë gojen. Ky vendim erdhi pasi ata që paguhen për të parë lojtarët me vlera dhe që mund të japin shumë për Shqipërinë nuk kanë treguar interes për Rocco Vatën dhe as nuk e kanë kontaktuar më herët kur ai mund të luante për çdo grup moshë të Shqipërisë. U kujtuan tani për t'i dërguar ftesë me U21 kur ekipi i parë i Irlandës e kishte ftuar. E bën sa për të larë gojen. Rocco nuk do të gjej kur te Irlanda dashurinë që do të gjente te tifozët shqiptar që nuk lënë stadium pa shkuar për të mbështetur lojtarët tanë. Duhet të mos tregohemi naiv. Ftesa nga U21 nuk ishte serioze, por ishte thjesht një email i dërguar, tha Rudi Vata.